Zhdukja e analfabetizmit dhe integrimi I pakicave kombëtare në sistemin arsimor të Kosovës vlerësohen si dy nga sfidat me të cilat përballet sistemi shkollor në vend. Këto çështje janë diskutuar në kuadër të javës së arsimit për të gjithë, një veprimtari që synon ndërgjegjësimin e popullsisë për tejkalimin e këtyre problemeve. Viti 2015, sipas autoriteteve, duhet të shënojë çrënjosjen e analfabetizmit, ndërsa zbatimi I programeve për arsimin e nxënësve të pakicës serbe duhet të fillojë vitin e ardhshëm. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë Leonat Shehu. Askush nuk e di me saktësi, por vlerësimet flasin se rreth 10% e popullsisë nuk di shkrim e lexim. Zhdukja kësaj dukurie cilësohet si njëra ndër standardet kryesore që duhet të përmbush Kosova në nivelin e arsimit. Autoritetet besojnë se kjo dukuri do të marrë fund deri në vitin 2015. Shkaqet kryesore të analfabetizmit thuhet se janë probleme me të cilat është përballur sistemi arsimor në Kosovë, që nga vitet e 90-ta deri në shpalljen e pavarësisë së vendit. Kjo ishte edhe një nga problemet e trajtuara në javën e arsimit për të gjithë e organizuar nga Ministria e Arsimit. Zëvendës ministri Agim Myseni tha Zërit Amerikës se institucionet janë të përkushtuara që të sigurojnë kushte të mjaftueshme për të siguruar përfshirjen e të gjithë nxënësve në shkollën fillore dhe të mesme. Një nga ndërmarrjet e mëdha të ministrisë me përkrahjen e pa rezervë të qeverisë ka qenë ndryshimi pozitiv I infrastrukturës për pasojat të cilat janë pasojë e shkaqeve që dihen dhe vjen fjala zëvendësimi I kontejnerëve me kushte normale të punës, qoftë për arsimtar, qoftë për nxënës dhe po ashtu ofrimi I shkollës tek nxënësit që shpresojmë se do të ndalojë së pari valën e praktikës së shkollës dhe për më tepër, kur është fjala për viset rurale, do të krijojë mundësi më të mëdha për vijshmërinë e të gjithë nxënësve të gjitha origjinave. Ulëmtimet e organizatave vendase ndërkombëtare tregojnë se shkalla e analfabetizmit është më e lartë në mesin e femrave se sa tek meshkujt. Posaçërisht kjo dukuri është shprehur në mjediset rurale ku besohet se rreth 14% e femrave nuk din shkrim e lexim. Zëvendës ministri I Arsimit Agim Myseni të rrezvëretin edhe në mungesën e komunikimit në mes të familjeve dhe shkollës për rëndësinë që ka arsimimi pa dallime gjinore. Ai thotë se institucionet e Kosovës po punojnë që të ofrojnë mundësi të barabarta për të gjithë nxënësit pa dallime. Në këtë kuadër ai përmend edhe angazhimin e Ministrisë së Arsimit kafshi nxënësve të komunitetit serb që jetojnë në Kosovë, e të cilët vijnë mësimin në bazë të plan programeve të Ministrisë së Arsimit të Serbisë. Kemi provuar që të ofrojmë edhe programet për të gjitha komunitetet dhe në dy gjuhët zyrtare dhe në të gjitha madje gjuhët e komuniteteve të tjera brenda përcaktimeve kushtetuese. Dhe në këtë aspekt edhe refuzimi I qytetarëve sërbë për arsye që shpesh janë jashtë arsimore, jashtë profesionale, kur dihet se paguhen dikun 6 fish më shumë se sa arsimtarët që paguhen nga buxheti I Kosovës, do të provojmë të bëjmë të pamundurën që çështjen e tyre ta trajtojmë në mënyrë profesionale, humane dhe si e drejtë kushtetuese dhe pastaj në marrëveshje me palën serbe, ndërsa ju e dini se komisioni është ngritur për shqyrtimin e plan programeve në gjuhën serbe dhe të teksteve në gjuhën serbe, t'ju ofroj programe të cilat do t'i përgjigjeshin interesave të tyre qytetarë. Që nga përfundimi I luftës në vitin 1999, nxënësit serb të cilët jetojnë në zonat me shumicë serbe në Kosovë, vijojnë mësimin në bazë të plan programeve të Ministrisë së Arsimit të Serbisë. Ndërsa nxënësit shqiptarë dhe ata të komuniteteve tjera mësojnë sipas plan programit të Kosovës. Misioni I Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka të rrezvëretën se ekzistimi I tillë I dy sisteme arsimore në Kosovë ndikon në izolimin e nxënësve nga mjedisi shoqëror duke përforcuar kështu ndarjet etnike. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.